ajo çka duhet ne të jemi okay, është vetëm momenti. Ta jetojmë momenti. Pse është dhikri? Pse është namazi? Pse jetojnë momentin? Duaja, jeton shkyqës, mas pari shkyqësh për çdo gjë që është materiale. Për çdo gjë që është materiale, shkyqësh, edhe orientohesh vetëm te një pikë, te adhurimi. Je i prezent. E adhuron Zotin, thu se je duke e pa dhe thu se është duke të pa. Problemi është se sot njerëzit nuk kanë fokus, nuk kanë koncentrim. Nuk janë të fokusuar as gjatë xhumat. Nuk janë të fokusuar kurrë, sepse gjithmonë jemi duke mendu, ja për punën. Ma herët që jemi ja për punën që na pret. Ti sigurisht je të mendu për podcastin e radhës, kush ka marrë, çka ka marrë, edhe pyetjet atë. Ka mundsi të hub fokusi, edhe është diçka moment. Po, kërkush nuk do mendja ka shumë vështirë me u koncentru. E tash, ti dina më mirë se një i teknologjisë, edhe që tash nëse vazhdojmë me këtë trend, kemi pas njerëz me smundje dhe me probleme të jashtëzakonshme. Pse? Se çdo gjë është buka 60 sekonda apo? 60 sekonda, 60. E tash, nëse i fleti më shumë se 60 sekonda, ai shkputet, nervozohet, smuret. Në njëtë reale po thu rrillë. Po njëtë reale, pse nxënësit se nuk mësojnë më. Mas pari, s'ka kreativitet, e dyta, nuk ka koncentrim. Saj, gjithmonë mësu me lojna, niveli tjetër. Edhe tash, a është rrezik që po krijohet një gjenerat që s'është në gjendje me të ngu më shumë se 60 sekonda. Edhe veç është next. Gjokët interesant. Edhe ne tash bëhemi për tjerë si next. Mirë, po më pëlqen, rregullar, po vazhdoj. Shkaktori problemeve psikologjike. Individi, familja, shoqëria, pushteti. S'kemi mundësi mi nda parasysh se individi është produkt i shoqërisë, i politikave, i gjitha këto. Mirë po, shoqëria moderne që e ka lehtësu jetesën, ka mësu që me komuniku, për shembull, momentalisht jemi të komuniku vetëm unë e ti. Mirë po, mund të na dëgjojnë, mund të na shikojnë me qindra, miliona njerëz. Mirë po, çdo civilizim, çdo modernizëm i ka dhe efektet anësore, sikurse shpeshherë çdo ilaç e ke bashkëruar thotë i ka efektet anësore, të sjell pa gjumësinë, shtimin e peshës e tjera. Kjo koha në cilën ne po jetojmë, njeriu në sheh objekt, si diçka që zaventësohet, si ky mikrofon. Don me ardhë versioni i ri e largon këtë vjetrin. Update, ose nuk është duke punu mirë, ndron. Kështu që edhe njeriu është duke u pas si objekt. Jo si vlerë që e ka, se është krijesë e Zotit, që Zoti e ka kriju me dorën e tij, që Zoti i ka dhënë shpirtin, e ka frymëzuar, që Zoti i ka urdhëruar banorët e qiellit që t'i bëjnë sejdë, që ka mision të jashtëzakonshëm, ka fuqi të jashtëzakonshme, i ka gjitha këto, domethënë njeriu është duke u pas si diçka që ka vlerë varësisht se sa është shifra e tij që e ka në akont gjirologari. Dhe është kriza e institucioneve. Asnjë institucion momentalisht nuk është kredibil. Është rënu institucioni i arsimtarit, profesorit, nuk i ka matë respektin që i ka pas, institucioni i shkencës, i akademive, i këto. Dhe më thonë, njeriu është mbet pa model. Dhe çka jo është ofru? Jo është ofru teknologjia që me zaventësu jetën reale me jetën virtuale. Edhe që deri vonë, do më thonë, dhe 15-20 vjet, çdo njeri minimum i ka pas 10 deri 20 shok. Për shembull, ke qenë i lirë, ke dashur me u taku me dikon, ke pas listën prej 10 vetëve me taku, me thirr për kafe, me bisedu. Ndërsa tash është vetëm një. Ndërsa kur e pyet sa frenca i ke, thotë kam 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 e kështu me radhë. Po nuk janë dushën. Kështu që jeta reale është bëhe vështirë, e njerëzit që nuk po duajnë me jetu jetë reale, atë çka bën? Shkan aty, edhe veç
scroll. Para mendo, sot dikush brenda orës është në gjendje me pa femra ose mashkuj foto. Ma shumë se gjyshi I tij I cili ka jetu 80-90 vjet ka pa gjatë këtë jetës të vet. Ne kemi stërngarkim, Edhe ai gjyshi von stabil. po edhe konstabil, Si që kishte. po se ka jetu jetë reale, ka jetu jetë normale. Pra edhe njeriu, se shtojmë peshtash, sa I cili ka punu tokën, ka shku, ka ardhë, ndërsa tash, zgjosh për gjumit, shkon makinë, shkon një vend ku kime punu ullën. Pra, I vetmi organ që ngarkohet është truni. Për këtë arsye vijnë tash çrregullimet psiqike. Se trupi një gjë ka të mirë. Trupi kur të lodhet, e lëshon. Po. Skiqare pa ul me pushu. A truni shkon derisa ndodh diçka që quhet burnout, të vinë pastaj çrregullimet lloj-llojshme. Që çdo njerëzit me punu, lojnë punën, ose I sheh shpesh në perëndim I ka shit gjitha, ka shku dikon maleve, ka shku në Himalaje, ka shku në them botës. Është një psikolog I njohur kanadez botror Gabor Mate, ku thot, ky lloj civilizimi është duke prodhu shoqëri edhe individ të sëmur. Ku vetëm vendet perëndimore, domethënë deri në 60% e kanë përdorin kësi barna, edhe ka një çrregullim, ka që I kanë 2, ka 3, 4, deri në 7, 8, I ka 3-14 vjet. Kështu që, domethënë, njerëzimi është kogja në krizë. A në anën tjetër, zgjidhje nuk ka, opsione për shembull për dal prej kësaj krize nuk ka, për arsye se mendjet më brillante, a din ku punojnë? Punojnë në Google, punojnë në Apple. Qëllimi cili është? Me marrë vëmendjen e tjetrit. Edhe e din, duhet me ta marrë vëmendjen brenda 15 sekondësh të parë. Secili m'ja marrë vëmendjen, edhe secili në një farë forme m'ja shpërla trunin me ide, me mendime dhe gjithë. So që, a kemi na, nëse do në me pas pare, veç bonu logoped, se në tardhmen, në 5 vite të ashme, 10 vite të ashme, asë një fëmijë s'ka me ditë me folë shqip. Ç'kjo pse? Varsisht, për arsye se është duke mësu gjuhën jo prej prindve, jo prej rrethit, po prej YouTube-it. Nëse shikon rusisht, të mëson rusishtën në gjuhën e parë, frangjishtën, gjermanishtën, anglishtën. Edhe që në dhënësat e klasës 2 edhe 3, për shembull, nuk I kuptojnë pyetjet e testit. Nëse u thënë anglisht, se ka problem, po shqip s'kupton, nuk din çka. Kriza është jashtëzakonisht reale.